Që çdo disa burin përdoren ka veç. Qa deshtë të tjetë mase jo s'po vin vjera, jo s'pedu këtë, s'pedu. Se fa po bërë një vëlla që ta shumë të rejat bëllë të burrat. Po dhe atër ka pas moshkuj të rëthor. Shoqja ta merë, shumë normal janë këtu. Mund ka ndohë, po s'është më nësia ka kaluaj e ko. Tash veç po këqyrni, a ka kërë, a ka parale. Pelen. Po shkon të ajë veç cili ka pare. Po mdo çdo mashë që këshim më martu, a i këshim me mana një për më ratu shpirtin e vetë. Nëna tona s'ka ndane për restoran, një hem vjeta e ndolla si ndalë. Kur e ki pas një dashnori që na shku në ambëltore. A e ka në martu me ty në herë? Jo. Pse si e martu kur? Kom zgjedh shumë. A i bjen pishman sot që ke zgjedh pak? Dhe kom po. Shvalerka. Me e fort është se gruja. Grune ka shpe. Tratia nuk është e mirë me mujtë, mos me tratu as burja as gruja, por ka herë po trathojnë. Ani këta që kam pare, haj me detë. E pse pash këta që kam pare trathojnë? Se s'ka që ka bojnë, se s'ka që mi bojnë të dhe parë, di ka duhet mi anë gjitë. Po foli realitet, ndoshta më mashkë të mdhime, ndoshta ma shumë. Zipse, me mitë mashti pa martu, pa prind është shumë shtime jetu. Ose gruja që i vdes, mashti është mashti pëse thonë, ma mirë është me dik, burri se gruja. Përshëndetje miqtë e mi, jemi këtu pranë Median nga Mitrovica për ta hapur një intervistë shumë të gjatë e gjerë. Dije përshëndetje. Gjithashtu dhe juve, mirë se keni ardhur Mitrovicë. Mirë se gjetëm. Qysh po kaloni sot në Mitrovicë? Super mirë. Mitrovica nuk i kisha ndru me kri Kosovën. Pse? Pse jem leju më rritë që tu. E di ata detin e i njof njerës mirë ma mirë. Edhe Gjakovën, se Gjakovën e kom zemër. Tregon pak se me sa kemi marrë vesh ti ke vizituar shumë vene këtë kohën në fundit. A je ka ndikon jashtë Kosovës? Qysh po mendon jashtë Kosovës shtetet e mëdha? Po. Unë e kom shkel Australinë, Amerikën 13 herë. Qysh ke kalu atje? Kom shkel edhe përpara në atë kohën tonë, e kom shkel përpas nuk kom qenë Turqi edhe Norvegji. Të dy vende kursim kon. Qysh po e shek këtu jetën në Kosovë? Masi veç po thonë nuk e ndroj Kosovën me asgjë tjetër. Qysh e shek jetën këtu? Po jeta është pak e zashme, nuk është një jetë që duhet me pas kushtet ekonomike si kemi. Po, vendi jetë, kanë thonë vjetri për para shpia jeme shma e mirë, është e vjetër, po shpia e ma e mirë. Ku të shkësh, ma e mirë e ki vendin të. Vendindja është vendindja, adhejo është adhej. Adhejo është e shajtë, si familjen kër e kitë shajtë. Na duhet me rujtë shtetin, edhe mës me pasi natë me zveti, gjelozia është smundje pashërushme. Këtu është një pengesë e madhe që njës e menqëm e njës e aftë nuk i lijon me shku për para, mi shty. Po këshin me rëzu, me marë njës që s'kan aftësi për politikë. Unë e shoh dhe ko vendin shumë njerës aty që i shoh, ka folin, pak ka aty me diplomaci politike. Dush me pas diplomaci politike për me hi parlamente pëtite. Më falë që po thomë, e pse kom qenë edhe unë, kom marrë pjesë edhe për politikë kom përvojt punës mjavë, moshën 19 vjeçari, jam kysh, kom qenë antarë listë komuniste, edhe jam krenare që kom qenë, se mos isha qenë antare e listë komuniste, unë e kur s'isha mujtë më pënsu se s'kom pas krah familjar. Po mbas karteles, edhe i kam qy për para, a je në rëhetime, a i ki familje në rëhetime. Po s'jam e përlet, nuk jam e përlet, edhe kur pozita s'kom desh me marrë dhe nuk marrë. Edhe këtë moshë më lut, nuk e marrë pozita të larta. Artë sa kam mundësi. Po kam dëshirë shumë e najtë me njës aftë, me njës menqëm. Unë ndoshta për dikon jam shumë e menqme, po për njërit menqëm mëson diçka ma mirë. Prej ati mrapa që omisë së mëson kur gjohën, veç mrapa shkon. Zhëdet e matutje mësojmë diçka të re prej atyre që ti veç ishe, që janë ashtu qysh donë mi pas të menqëm e të shkullu me gjitha këto. Po të regon pak qysh nëse veç nuk kishe jetu në Kosovë shumë vite ma heret, a i kështë ndru i herë me një vend tjetër për me jetu? Jo, që për jo të rëgaj për veti, po flasësh për veti. Kom gabu që më këthi nga Australia, isha me eri, kom mujtë me jetu disa vjetë me punu dhe me marrë një pension të mirë atje, marrë këtu me jetu. Kisha pas dëshim me dek jashtë. Jam këthy se vëna të reshtë ma besa s'pare s'kom marrë në Australia, s'ko gja ishë, këtë i kom lonë, pregzimit madhë që është i rrumë prej okupatorit sëbë. Kur erdha gjitha shpinkalle me të rrugë, jam i posë kom fletë një mu e gjysë, që aty jënë konë sërbë, ishtë një adhe dikurik, nese është histori pak ma tjetër. E o këtheva dhe nuk i disha kërë janë fëmijët e motrës. Disha nëse i hupi një patë, mos ka shkam dhë njëta. Se për malë që kanë kallë shpis,
se më lodhë, se me si të gjithë dhe ka mujtë me lodhë ma kërë, si që në shku njës dhe short. Jo ndek djemë të ri, nanave, besaj me si invalidat shumë më dhimën. Një nanë që e ka fëmi në shej invalid, të njëtën jetë për vlumat fëmi. Nashta po gabej që vjë thëmë, për mu është ashtu. Më dhimën, invalid të luftës shumë më dhimën, te për dishka, edhe këta të bërgosni që jem kom politikisht, kam përjetu shumë gjërat të këshia. E këta që i kemi endë në Hagë, çfarë mendimi ke për ta? Aty, Dherë të UÇK-s. ato s'po di çka me thonë ata vetë janë shku. Kur fan mendimi që kam dhonë, kur vetë e kanë shkruajt për me shku vetë. Edhe ende nuk dihet deri në fund. Tregon pak për jetën tënde personale. Qysh ka ecë deri tash, qysh ka rrjedh jeta jote personale? Me shumë sfida, po gjitha ti kom përballu, s'jom dorëzu, as e kom dërbe më dorëzu. Cila është sfida jote më e madhe një që të ka prek diçka më shumë ti? Vitet 90 kom përjetu diçka në një rast, po kom shtu. Kom shtu, më qenë me non shkurt, 1990 kom qenë. 1990 ka qenë. Në orani më i thej gjysë natës, 6 policë kursare ata, dy motra, po që motrën se kam mirë në përmjek. Nese, po asunës jam mirë me shëndet, po në kontrollit mjekut jam, kom në djeftë e kom pak damtume, po kryesoja kom shtu, ishtë polici se di për kazin ka pështu, për jasën mas keqës. Qa ka ndodhur atëherë në pjesën? Nëse e marri men jo një gjërat e re, e kanë që mandi demonstratë. Në Prishtinë, Mitrovica e ka pas njësë mas pari për shkollës teknika janë njësën, bashkë atë kur ka qenë seanca, e këtë vëmborë që kur jam kom kë Aziza Brashi, kë Azen Vlasi, këta djune. E mandi ka ardhë kë Bajram Kelmeni ka vizitu kursara, i ramet e bashkëpirti, shumë njeri mirë ka qenë. Unë im kon keq, a e bërë thike veç bërë mirë se do të bëhet mirë, me thonë që të ki me shku më pëpështen, po kur s'po di ka jetës njëri jo. Ata kom përjetu mas keshte edhe rast e motës që më ka dikere. Krejt për mërzis time. E ndi qka është... S'ka kush ka ma tepër. Sot për sot e kujtoni... Kur pisha dhënime që për menë, mu krejt kranis edhe për mbyllëm i një televizon, s'po du me në diqu. Drejme t'ka zua, se më ka du mi për cilë. Se e di shka du me thonë me ti, një policë, e di mo 6. Po mira, petë kom shtu, zoti madh, dorë zotit jam e bekume. Nuk kem qash fetare, sa jam e bekume të zotit, veç zotit i besoj. Ju jeni me fe... Qëtë kush e ka për veti. Po, fiks, ajo... Unë di me po vetëm për veti, që me lidhme të zotit jam e bekume. Edhe nonën Tereze Maj, të shkron zotit bekoft. Ta se ike dhe kur vdes me qëta do t'i. Tregon pak, ju e dim se keni kalu do më thonë këtë pjesën e periudhës dhunimet e krejta këto, po diçka që ju mbon brink gjatë jetës tonë që ju nuk e harroni asnjëherë. Qëre, mi harru nuk harron, po mi fali. Se njëri që falë është njëri madhë. Unë e komponon post, me fakultet, me shkoth mes, me komponon sportel, më kanë dhe rogën. Po mi harru nuk i harre këtu seme. Ta shkalojmë pak të një pjesë tjetër tek barazia gjinore. Sa po mendojnë që sot për sot po i kemi drejtat e barabarta si femrat, si meshkujt, po edhe qysh po e shef jetën e një femre në Kosovë? S'po di shka me thonë, për mu gjithmonë ka qenë demokraci. Edhe pra kemi pas demokraci kush ka ditë me jetu. Njeriu ja bën demokracinë dhe vetë vetit, po duhet me pas kofi. Çdo person duhet me pas kofi. Demokraci mjaft keni, jo, kemi qëtash. Ndoshta edhe e kanë të pru. Pse po mendojnë që e kanë të pru pak? Ka dallime. Ka një varet prej personave, prej femnave. Demokraci keni bazë. Kur po doni po shkoni po çoni në sabare, pe me burrin po shkon po pi kafe, çfarë po doni tjetër? Këto natë mirat që kanë ardhur, para ka qenë ndryshe. Ç'ka qenë ata? Nëna tona s'ka ndarë për restoran, një hem vjeta e ndolla se ndarë. Jo ç'u keni jetu jetën? Na përpara kemi, për shembull, kur i pas një dashnori na shku në ambultore. Rroll në restoran. Tash çdo disa burrin për dorën kafeç. Çfarë deshte tjetër mase jo s'po vin lira, jo s'pedu këtë, s'pedu. Çfarë deshte më tepër?
Se fa po bërni vëlla që tash ju të rejat bëllë të burrat, se nana tona bëllë kanë hekë. E ju gjatë jetës tonë me lidhje që keni pas, ose që keni, ose diçka, qysh e keni pas jetën? Unë për veti po flasë, për jetimet e mija po të rëgoj. Për para ka qenë një dashni e pastër e sinqertë. Po dhe atër ka pas mashkull të rrethor. Ose femna, shoqja ta merë, shumë normal janë këtu. E dini na i rast, kështu që ka ndodhur për Mund shembull? ka ndodhur, po s'është me rëndësia ka kaluar e ko, nuk ba me fort keq për ta, ka që çka ka qes, ka që ka qenë dashnia, ama s'kemi pas dashni interesi si tash. Dhe më thonë, ty Tash t'ka veç po ndodhur... këqyrni, a ka kerë, a ka para le. As po vetë një ka i ka marrë ato pare. Parja me njësë është tjetër, me zanat, me shkollë. Parë që merë të vjetë për taks pagus vallaj, që në ato pare, po më duket. Sot Se për sot po mendon që... ata të bankretan njëri, ai që vjetë dhe bankretan. Sot për sot po mendon që femrat, gjeneratat e reja, si që jemi ne, do më thonë po mendon që po e këshyrin veç pjesën ekonomike, financiare. Ma shumë po. E nga ka ardhë kjo pjesë? Po të i marrë lakmi tjeve që kanë bu pare, tash edhe këto hinë që pesh, pare. Qëre njëri që e dënë dikën me shpirë pa hilje, dashnia, ajo është dashni. Ajo është dashni e shkurt nëse këqi për interes. A ka kerë, a ki kur rëhas bosh. E sot për Edhe sot... ata aty ku ka miliona, mani me, kur ata me flejtë, rras flejtë. Gjithë kam fesat familje, ose fëmija shko me drogë, ose do të zeza i bojnë. Kur rras janë ata. Se thonë pasanik i madh është i unë gjithmonë. Me mujta merë dhe kafshon prej gojës të nëzirë. Njësë mesatar janë dash për shtet, dash për punë, për gjithshka. Edhe fukaraj me hypë një herë, nuk banë, do të ka dore, se si hypë shumë për një herë, tap, a i se gjenë asë fëmine vetë. Javash. Zisaj me kjartë. Po, je shumë e qartë. Tregon pak... Po foli kështu më njërë thjeshtë. Po, ta më në që është si Thjesht. shlirë. Tregon pak dyje këtë pjesën e tradhtisë, sot për sot. Qysh e shef, do më thonë, apo trajtojnë shumë a shumë se që ka ndodhur ma herët? Tash për shkak interesit, ndoshta as po thom, sigurve qysh pishat të lazume shumë, pelen, për shkon të veç cili ka pare. Se ky rrugën nashta ma të vogël, ose ka ma pak pare, ose shpinë ka ma të vogël. E pëse po veç pjesa e femrave që trajtojnë. Do më thonë, qysh po e cikti, po thu që ai po ka pare më shumë se tjetri. Do më thonë, a nuk është pak edhe prej anës mashkullore që po trajtojnë? Nashta po gabej bjo, nashta po gabej s'po di. Po më dokesh do mashë që këshim më martu, e këshim me marna një për më ratu shpirtin e vetë. Se gruja të vynë për plishni, jo për rini. Sot e ki nana nëse se ki. Që unë po tregoj pra që një pjesë... Nashta jem gabim, une veç da sene jem, aj që është seri, mashkull të aman. Se ti ki mashtë edhe traftare, edhe laperë, edhe mashtrunës, edhe hajnë, edhe rëndës, a i gjozë vynë. Që kemi ju thonë këti në tipave? Gjithë kosh me këqyr ekranin e vetë. Në cilën shtresi e vetë, lip edhe qatë shtres. Po nësi e shtresën e madhe, me shtresën e madhe, dyja thonë me një hunë nuk banë. Këtë pjesën që e përmendet ti ma herët, nuk e dija tha për pjesën tënde personale, apo që ka ndodhë një rast edhe ti e din. Do më thonë, nëse veç shoqja e merë burrin e shoqës, qysh e kishe përshkru? Unë për veti si ja kom po kërkujt, as kur së mi mes burrit e gruz, dikujt mi ama burrin, më një me pyt. Këto sene ose i kom po kur, as i bëj. Edhe pse s'kom familje, edhe me i bot të gjithat zezat për me sot që di se ka kërkan. Po së mlen karakteri jem, as po jemi eduku që ashtu. Unë po që dit na qysh po muje, nuk e di, halal i koft, unë s'po bëj. Aja ka në martu me ty në herë? Jo. Pse si e martu kur? Kom zgedh mas në nëshë, zgedhësha, mas në nëshë, jo punte, jo motras, mote qështo, jo nana, qashto ndeqen prind, jo fmit, jetë ashkaj, edhe kom zgedh shumë kom zgedh. A i bjen pishman sot që ke zgedh pak? Dhe kom po. Kom pas raste që ku mujtë, ndoshta sot janë edhe ndoshta edhe të mdaj pozita, të mdoj, jem plak, pa pension, tash, ku ta djone. Pishman po, për njëri gjithmonë pibike pishman jetës. Për jetë a që asisoj, me sfida, me... Edhe tanë jetën kur mos mendoj që din, njëri tanë jetën po mësa këtë diqka. Interesant ish. Kur të nalmi pak të kjo pjesa
mos martesës, a vjen një moment ku, do më thonë, do shprohesh prej një martese edhe nëse veç dështon një, nuk mundesh me vazhdu në dytën? Unë e ndrej me thonë, jam dëshpërë dhe më duket të gjithë më dalin, më duket që mos po e ka mashtërim. S'besoj ma, të unë aja ka ndodhë. E s'ka ku që më binë ma. Pse ka ndodhë? Për çfarë arsye ka ndodhë ti? Pse që ajo që të regova në fillim, mëse përsëritës është mirë, e më duket ma se thëmë jo me se dhe këtë tjetëri. Se s'kom shërgë me sinqert. Qële, do mashkët janë që sinqeritetin e femrës e kesh përdorin. Po edhe femra e kesh përdor sinqeritetin e mashkëllit. Tregon pak pra për pjesën e çifteve sot për sot që janë edhe kanë lirinë e hapur, si nga ana e djalit ashtu edhe të vajzës. Qysh mendon që e kanë një mesatare të jetës ata? Ata në që shpëthush ti, ata kanë jetën e mirë. Një jetë mesatare shumë e mirë. Si me thonë tash një person që ka pas para luftës, një jetë mesatar, se për pas ka pas miliona. Edhe kam pas jetë mesatare për ati personin më sotët. A kjo që së konë kërkushi para luftës, së do bodi kushi, vallaj, straton fort mirë. Dhe që habitësh. Pse? Kër i lëshon 10 prej malit, qa duhet mi bo? Duhet me ka dalë shkallë në shkallë, ka dalë. Jo me një 10, se shpërthen. Kër më letë pare ka 5 cent, 10 cent, qypin nuk shpërthen. Kër te mush qypin shumë, e shpërthen vetë, kërset. Si sa me kjartë, a kuptut. Shumë e kjartë edhe për audiencën e shumë e kjartë për ata që veç e kuptojnë. Tregon për fund një mesazh çish ja kishe drejtu po. Një mesazh çifteve të reja çish ja kishe drejtu. Tregom dje, a është e njëjta sikur me tratu një mashkull, sikur me tratu një femër. Çfarë mendon ti? Nuk është njëjtë. Po qëre tash, po foli realitet, ndoshta më mashkët të mdhimë, ndoshta më shumë, zipse. Se femna apet është të zoja për veti. Se mashtë këtë i hup mandi besimin, me mit mashtë i pa martu, pa prind është shumë shtimet. Ose gruja që i vdes, mashtë është mashtë i pse thonë, ma mirë është me dik, burri se gruja, nëse ka fëmi. Po qysh e shef sot për sot, do më thonë pjesën e jetës që Tratja nuk është e mirë me mujtë, mos me tratu as burja as gruja, por ka herë po trathojnë. Ani këta që kanë pare, haj me detë. E pse bash këta që kanë pare të rathojnë? Se s'ka që ka bojnë, se s'ka që me i bojnë të dhe parë, di ka duhet mi anë gjitë. Pa nuk mjafton gruja? Me i bli grus, diçka? Grun e ka shpe, si interesant shpe, a i gjepë, më së më bëgë se pytje se këto i dini jo më të rritë edhe ma misone. Po bash është i pason, edhe e ka grun të shpia dhe mundet me ja plotësu krejta kushtet që ajo i donë. Edhe ka marrë që po thuti për serios edhe ka shumë shlepse. Ma e fort se gruja. Kush? Dashno, qashtu i kum një moshkujt. Shfalerka, ma e fort është se gruja. Pse? Pse veti moshkujt, unë atë se di. Po në jam për shambull kundra kësaj që po thu, se për shambull nëse veç... Unë e për veti s'kisha hi mes burit dhe grus nëse e ka grun. Illëm blall, mira, më mi qitë, unë si shashku. Se pe jem pi prish, dashnin mes veti. Qka kanë te kanë e kanë mira, se kanë mirë së shmirë. Qysh duhet me ka një mentalitet? Ku do herë denon? Qysh duhet me ka një mentalitet i një personit straight që hen mes një qifte, për vendim tonin? Më thonë, a duhet me ka në shumë adopt, apo shumë, po thojna, dreq? Më duket ata që hinë mes dy vedve, e ka moralin adopt, karakterin adopt. Tregon pak edhe për vjerrat e sotit. Vallaj, marrë një që shashtë ka nuse. vjerë të mire, ka dhe të keqe. Që për zhjetë o gjeloze nuse, kom pa vjerë që për gjelozej ke nuse, haj me detë. Po, Aha, se po foli kështu është thjesht për të foli, me kuptu tjerë. Ka vjerë që e dë nusën se vladin e vetë. Po ka nuse që edhe qman vjerën. Besa qman edhe tezën e burrit, që unë të rastit une. tregon pak. Valla nusja vjera sfidoni e lemon tezën. E ka 2 nusit i kam. Është më të vërtet jo s'pjo rej. Kafe na bin të kryt. E do në diçka më ngër, e do në shku 2 jatë. S'moj mi dalu, 2 jatë i kam. E këto qa pësha, edhe këto jenë t'jashtëm, shumë të dukune, po më duket njash këtu tonat. Po më duket,
Asa që pishone këto të mijat, zdi, këto jo vjerës për dojnë, nëse edhe këto ka që i dojnë vjerën. Po edhe pak edhe vjera në valë që ja primë. Se tash këto femna do të mecë me kohën pakës. Të s'po mëj mi bajt, atë të vjetën e poshja. Po mëj me shku edhe me tri, edhe me fmi bona, interesant është. Apo thu që nuk e dura nusja vjera me shua se me alqu shqisën të dera. A i vjen që shto? Qire, me respektu është mirë. Ka mosha plakët mja dhoni fjallë të mirë knaqët. Ja shto një mrinë. Po tash edhe zba mja pa për të mani se o plakë, ta ka shu një fjallë, mja ka zë buri mi të regu. A i po jetë buri në dilemë. Nana ka dashnin e vetë, gruja ka dashnin e vetë. Po mirë, mësë për shko gjëbre, zemrës për dashe kërkosh gojë, një fjallë e mirë tjetë e amëllë. Sa dosh nesës është. Tregon pak une që po jam për balë teja. Këshyro me mu edhe paramenaj qërë nuse isha konë. Ti je dashne e sinqert, nuk je presht të shpirt. Okej. Besoj që po. Po më doke që po, në bazë vjave thyrës. Faleminderit shumë, është një kompliment shumë i mirë. Po, që to që në sinqerta, dashne, s'po kam fatë. Interesant. Për dalën prej tymve, une po mendoj që jam shumë e fatë. Është që trolla janë. Une jam e fejume dhe po mendoj që jam shumë e fatë edhe une kam një vjerë shumë të mirë. Bash po vja mirë, po dhe ko ka mirë, ka prish. Po, Do të me ecë njëri edhe nga moshës që me kohën. Me kohën s'kemi që ndruv dynjoja. Kjo është epoka e re, për ndryshën për thëmë ka epoka e re, bota çuditërave. Unë e kom qitë këta vetë bota çuditërave. Shumë s'hanë në ndru, po duhet edhe na plakat pak më ndru me shku për shtatin. Zorë për na bjerë, por po dush me përballu. Tregon pak për këtë pjesën se falem mjaftueshëm për jetën e çifteve, po edhe pak sa për fund, e dim që në kohën e sotit krejt po e bojnë llafin për shembull për nuset e reja që domethënë qohen shumë vonë, edhe domethënë është pak ai syni i keq e njerëzve që shohin tu çunura 12 edhe nuk punon fort. Çka më na me thonë për atë pjesë? Ndrej me thonë ato si këqyri hesh, se edhe unë e vjetë ka e flet dhe 11. Varët, epse flenuse dhe flen. Kur murës më i bo punit, veç bërlogin më se le shpe, ejtë më si le, edhe o kry, plunat ditë për ditë më si fshi, ko ish budolla fshi ditë për ditë plunat. Aj që vjen me të këqyri, aj është armik që vjen me të këqyri plunat. Po thua? Po, për një, jo, mas pari këqyre vetën, knaqën e dini. Pun t'i gjonë, kur dush pa qavrën shpeki. S'nuk t'ik pa qavra, mësë tëtë. E qa me po nëse veç vjera të që kanë me ardhë? Kanë Sa ardhë. verë dhe me t'i këshyrë punë, qka i vjen kjo? Ani të bëj një qefin asaj thua, po qëta që i kryu me? Pak edhe plakën me të mirë do të me marë. Haj se i bëj, më s'kin tërë qëta është, edhe këtë i herën të masa do kryën punë, të hajtë. Po më pëlqen shumë që kemi një resitë në ditën e sotit që i kupton, domethënë krejt moshat. Që Që dhe shata dhe arë majrë. jeta tjetës e fasë. Bëni se fa dhe jeta e shkurt është, që dhe pëndesi dhe të rritë. Unë kur theki dikush e gëzosh pensionit, isha shaka më thëtë. Jo ishtë edhe mirë në pensionin me përjetu, ishtë mirë fantazi, s'ki stresa, se kur jem edhe në punë s'ki dhe stresa, besa dhe martin s'ki stresa, në qatë fillim. Se në fillim gjithmonë është mjallët. Po pse ndodhi mas kësaj pjesës të mjaltit? Pse ndodhen ato, domethënë, Tëna ti plëcon kushtet. qysh? Tëna kushtet ti plëcon buri. A di qësh është mjallta, si shpinë kur te maron 3, do këtë mjallë, dikur të botë normal. Po mas kësaj pjese, është një farë rutine që ka veç të bërtitma, ka veç të këqia. Qysh? Është pjesa, për shembull, mase e ke pa që thonë, me një jetë bashkëtorë është një rutinë, është një kohë që je veshtuar rrogë. Pse ndodh kjo? Se beshtojnë shkijet, kose s'faqët dhe se vëlli. Që ata që përlanë ma shumë dhe ma shumë t'i duhen. Po zin me shprej dashnin, ajtë me fjellë, të kërëk. Kjo është e mos e vërtet. Se zin me shprej, dikush nuk din me shprej asë në dashnin. Po, janë isha të rëmërë, po gjithmonë duhet njoni me lëshupej. Kur burri i botë nervos, hindin sobë diku nëse shka këshen ku patil. Kuron qef ajtil që edhe ato fjallët. Kuron qef. Jo, ajo të bo haus. E qka nëse s'mon me duru që është edhe me bërtit të dytë? Pa duru zban, ka dhe është mu do, po me majtë.
e kur jemi të kjo pjesa e durimit. Shumë herët në kohën e juve keni pas që duhet gruaja me mshel gojen, nuk duhet gruaja me fol, duhet me përballu. Ka folë, nëna e më konë sakic, për bëbën tem. Vallai ka pas edhe për pavalet. Po ka pas edhe një pjesë e tyme që është dashme i përballu gjitha hjekat, gjitha nashta edhe të këqia që t'i kanë bo në shpit burit, në atë kone atëhershme po flasim. Sot për sot nuk është qaja më. Sot Qëre veç atëre, që ato që po thush të krejt që po thush, atëre kanë jetu dhe 14 vjetë martes dhe ndekje. Tash, apshe që i keni jo jetën shkurt, kopërni, u do. I kanë 2-3 fëmijë, u do. Njëri datë për tradhti, që ta bjerë me thonë lavirë në shpe, se një tradhti që ka bubure se ke po kërkën me fjallë të tjerë do shpejt, mos më do me ngu kërkën. Se ata i kam punë ma keq në shpejt vetë e folin për ata për këta. Për mi mlut vetat, i marrin njes në përgoj. E dyta, për tradhti e për hajni. Që të dysen janë dorë. E jo për pikë që o ka po problem, po dona. Atë pasoj atë mba e fëmija i ka, do tjetë. Ti martosh, po kur rahas ki më konë prej fëmive, se jeta ko me shku të menu që i kilon ata fëmi. Të kom të nem, zoti. Nashtë jam gabim unë veç. Po feks. Dje një mesazh fund për shkoti. Një mesazh të thëmë, jo femnat e reja, martoni, e gjoni ekranin e ju, fërahatoni, duroni ka pakës, leni synin e unë, synin e unë t'len rrugë. Së është me pas e unë më konë. Me qenë e ngjine për çdo sen, po me pas gjithë përbashkët me zveti. Ta në senet vinë ka dali mirë, që shja prim vetë. Me hërës nuk ka, kërkun, me hërës nuk ka. Po bonë senet ka dali mirë. Ka që disha me thonë, ma mirë është më martu se me metë.